si mund të shmangemi nga konspiracionet, duke qenë se jetojmë në një botë ku gjithsecili nga ne mund bie pre clickbait, siç një ndryshe fenomenit të klikimeve që bëjnë sensacione me tituj që shpeshherë janë të rreme. Është ta them drejtën është e vështirë. Nëse je adhuruesi i teorive e konspiracionit, është e vështirë për shkak se ka diçka që ti dëshiron me egon tënde me plotësu, duke përcjell përmbajtje të tilla. Por momentin që e ki pak një dozë mendimit kritik që je në gjendje të shohësh gjanat ma me thellësi, ma me bësh pak më shumë pyetje, pra jo thjesht të jesh thjesht një konsumator i thjesht i përmbajtjes që e merr, po të ndalesh pak edhe të jesh pak më kurioz ose ne e themi dyshimi kompaninë tonë, organizatën ku punojmë vazhdimisht bëjmë thirrje që dyshimi të jetë i pari.